Agjërimi si ibadet është shtetës për njeriun që ta falenderoj Allahun Gjelle Gjelaluhu për nimetet edhe dhuntit që ai ja ka dhënë. Në agjërim, apo gjatë muajit të agjërimit, njerëzit që agjërojnë nuk kanë dallim. Sikur i pasuri, sikur i varfëri, sikur udhëheqësi, sikur i udhëhequri. Çdo secili në këtë muaj gjatë agjërimit janë të njëjtë. Pra, e stopojnë veten e tyre prej veprave të caktuara, të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka ndaluar për kohë të caktuar. Me një fjalë, i pasuri gjatë agjërimit i adin të varfërit. Nga se, nëse njeriu është rëndomt me pasurinë e tij për çdo ditë, me nimetet e tij, me dhuntit që Allahu Gjelle wa Ala e ka furnizu, edhe nuk stopohet prej qefeve edhe egove të tij, ai nuk ka mundësi që ta kuptoj ndjenjen e tjetrit i cili nuk ka ndoshta as me çka ta ngop barkun e tij. Mirë po gjatë Ramazanit, agjërimi ka ardhë si ibadet adhurim që ta kalit njeriun në këtë formë. Me një fjalë t'ja din tjetrit urinë që e ka dhe automatikisht reflekton në falënderim ndaj Allahu Gjelle wa Ala për dhuntit që ja ka dhënë. E nëse ne e falenderojmë Allahun për dhuntit që ai na i ka dhuru, atëherë falënderim ndaj Zotit i shton ato. Thot Allahu në Kur'an: "La in shakartum la azidannakum." Nëse ju më falenderoni, atëherë unë kam për t'u ashtuar edhe më shumë mirësitë e mia.